Një numër i madh i institucioneve kulturore në vend vazhdojnë funksionimin me numër minimal të punësuarve. I pyetur nga televizioni Shenja, kryeministri Hristian Mickoski tha se është i vetëdijshëm për këtë situatë dhe njoftoi se pikërisht për këtë temë Ministria e Kulturës është duke realizuar analizë në të cilën janë të përfshira të gjitha institucionet kulturore, përfshirë edhe ato që sipas kryeministrit kanë një numër të mjaftueshëm të punësuarve dhe nuk realizojnë asnjë projekt ose aktivitet konkret. Па таква анализа прави Министерството за култура и туризам и мислам дека наскоро ќе излезат со резултатот од оваа анализа. Имаме институции, да, точно е, но имаме институции кои што 5 пати се превработени, имаме институции во кои што да речеме нема театарска представа со месеци, а можеби и со години. И треба да најдеме начин како сето тоа да го избалансираме. Kujtojmë se Ministria e Kulturës dhe Turizmit së fundi ka paralajmëruar strategjinë e re kombëtare 2026-2030, përmes të cilës pritet të zgjidhen të gjitha këto problematika. Në të njëjtën strategji parashihet mes tjerash edhe fuzionimi i disa institucioneve kulturore, siç është rasti me ansamblin e muzikës së Tetovës, që sipas kësaj strategjie duhet të fuzionohet me shtëpinë e kulturës në Tetov.